Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Fillojmë edhe për sot minutat e programit Rruga me doktor Michael Youssef. Në programin ton të erës së shkuar, që ishte edhe programi i fundit i serisë Si punon Perëndia, doktor Youssef, mbështetur tek libri i dytë i mbretërve, kapitulli i dytë, na tregoi për 3 fazat në për të cilat do duhet kalojë çdo besimtar në ecjen e tij me Perëndin. Më pas pam një marrëdhënie të jashtëzakonshme miqësie ndërmjet Elias dhe Eliseut. Pam se Eliseu e ndiqte atë me besnikëri kudo. Doktor Youssef na tha se është një bekim i jashtëzakonshëm të kesh një mik besnik në të gjitha fazat e ecjes tënde si besimtar, dhe na inkurajoi të gjithëve të zhvillonim një miqësi të tillë të paktën me një person. Sot do të fillojmë një seri të re programesh me titull 12 hapat për të rritur. Kjo seri do të mbështetet në letrën e Jakobit. Në programin ton të parë, doktor Youssef do të ndalet në figurën e Jakobit, autorit të letrës. Kjo është shumë e rëndësishme përpara se të fillojmë studimin e kësaj letre. Jakobi ishte vëllai i Jezusit dhe nuk besoj se ka qenë lehtë për të krahasohej nga gjithë të tjerët me njeriun e vetëm të përsosur që ka jetuar ndonjëherë në botë. Jam e bindur se këto mesazhe do të jenë po aq të mira sa dhe ato të shkuarat. Ndaj do t'ju ftohet na ndiqnit. Me ju është doktor Youssef. Hello listening friends. Dëgjues të dashur, përshëndetje. Today we are going to commence a new series of messages. Sot do të nisim një seri të re mesazhesh. We are calling this series of messages 12 steps for growing up. Do ta quajmë këtë seri mesazhesh 12 hapat për të rritur. And it comes directly from the epistle of James. Ato vijnë drejt për drejt nga letra e Jakobit. And today I will only introduce the subject to you. Dhe sot do t'ju prezantoj vetëm me subjektin. I want to begin by telling you a family story. Dëshiroj ta nis duke treguar një histori të njohur. No matter who you are or what you are or how old you are, whenever you return to your hometown, you are looked upon as that little boy that they knew. Nuk ka rëndësi se kush je, çfarë je apo se çfarë moshe ke. Çdo herë që shkon në qytetin e lindjes, të shohin si fëmijën e vogël që njihnin dikur. Especially if you are the youngest brother in a large family. Veçanërisht nëse je fëmia i vogël i një familje të madhe. To them you are still the little boy who used to get into trouble or fighting with older siblings. Për ta ju jeni ende ai djali i vogël që futej në të lashe apo që zihej me vëllezërit e tij më të rritur. The little boy who said things that he shouldn't have said and did things that he shouldn't have done. Djali i vogël që thot gjëra që nuk duhet i thot dhe që bën gjëra që nuk duhet i bëj. No matter how successful you become, they still treat you the way they used to. Nuk ka rëndësi se sa i suksesshëm bëhesh, ata prap sillen ashtu si dikur. They want to tell you what to eat or where to go and who to see. Ata duan t'ju tregojnë çfarë të hani, çfarë të shikoni dhe ku të shkoni. Now, this gives us a whole new insight into the epistle of James, who was the Lord Jesus's half brother. Tani, kjo na jep një pamje krejt të re për letrën e Jakobit që ishte gjysmë vëllai i Jezusit. We will be spending several messages looking into this magnificent epistle. Ne do të përcjellim disa mesazhe me anë të kësaj letre të mrekullueshme. To understand James' epistle, you must understand how it feels growing up in a home where Jesus is your older brother. Për të kuptuar letrën e Jakobit, duhet kuptoni se çdo të thotë rritesh në një shtëpi ku vëllai i madh është Jezusi. Jesus was perfect. Jezusi ishte i përkryer. He could do no wrong. Ai nuk bënte asnjë gabim. My big brothers thought that they were perfect, but they were not really. Vëllezërit e mi të mëdhenj mendonin se ishin të përkryer, por në të vërtetë ata nuk ishin. In Jesus' home, nothing was ever Jesus' fault. Në atë shtëpi, Jezusi nuk kishte faj për asgjë. James must have done every bad thing. Jakobi mund të ketë bërë çdo gjë të keqe. No doubt James saw how different Jesus was. Padyshim që Jakobi e shihte se Jezusi ishte ndryshe. It would be wonderful to think that James believed in his brother right away. Do të ishte e mrekullueshme të mendonin se Jakobi e besonte të vëllan menjëherë. Yet John 7:5 tells us that not even his brothers were believing in him. Por, Gjoni kapitulli 7 vargu 5 na tregon se madje as vëllezërit e tij nuk besonin tek ai. But one day all of that changed. Por një ditë gjithçka ndryshoi. A cruel crucifixion silenced Jesus. Një kryqëzim mizore bëri Jezusin të heshtë, But the grave could not contain him. por varri nuk mundi ta mbante atë. And on the third day he got up out of the grave. Dhe ditën e tretë ai u ngrit dhe doli nga varri. And for 40 days he appeared in person to hundreds of eyewitnesses, among them
was his half-brother James. Dhe për 40 ditë u shfaq si individ përpara qindra dëshmitarëve, mes tyre ishte dhe vëllai i tij, Jakobi. 1 Corinthians 15:7 tells us of an encounter between James and Jesus. E para e Korintasve kapitulli 15 vargu 7 na tregon për takimin e Jakobit me Jezusin. The Bible does not tell us about the content of this meeting. Bibla nuk flet për përmbajtjen e këtij takimi. Yet we know enough to know that James was a changed man afterward. Por tashmë dim mjaftueshëm për të thënë se Jakobi kishte ndryshuar pas kësaj ngjarjeje. He was no longer cynical or skeptical. Ai nuk ishte më cinik dhe skeptik. He was no longer critical or unbelieving. Ai nuk ishte më kritikues dhe mosbesues. According to Galatians 2:9, he became a pillar of the church in Jerusalem. Sipas Galatasve kapitulli 2 vargu 9, ai u bë një shtyllë e kishës në Jeruzalem. He totally embraced Jesus. Ai përqafoi plotësisht Jezusin. He gave Jesus his all, including his very life. Ai i dha Jezusit gjithçka, përfshir vetë jetën e tij. For tradition tells us that James died a martyr for the cause of Christ. Sepse historia thot se Jakobi vdiq si martir për çështjen e Krishtit. First, he was shoved off the pinnacle of the temple. Së pari, atë e shtyn nga maja e tempullit. Then he was stoned. Dhe më pas e murosën. And finally, when he still showed sign of life, he was beheaded. Dhe në fund, kur vazhdonte ende të jepte shenja jete, i pren kokën. But thank God, before he died, the Holy Spirit used him to write this great epistle which bears his name. Por lavdi Perëndis, përpara se të vdiste, fryma e shenjtë e përdori për të shkruar këtë letër madhështore që mban emrin e tij. And he was writing this epistle to Christians who were facing tough times. Dhe po e shkruante këtë letër për të krishterët që përballen me kohë të vështira. These Christians were going through trials and testing. Këta të krishterë ecnin përmes vuajtjeve dhe provave. James' purpose was to help them mature in the faith through the trials. Qëllimi i Jakobit ishte t'i ndihmonte që të rriteshin nëpërmjet vuajtjeve. So he writes in James 1:1 saying, James, bondservant of God and the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes, those in dispersion, be rejoicing. Kështu ai shkruan tek Jakobi kapitulli 1 vargu 1 duke thënë: Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezus Krisht, të 12 fiseve të shpërndarë nëpër botë, përshëndetje. Many companies display their corporate logo on their seal or on their letterhead. Shumë kompani prezantojnë logon e korporatës së tyre në vulat ose në krye të letrave të tyre. Bond slave is James' seal. Shërbëtor është vula e Jakobit. This was his title. Ky ishte titulli i tij. This is his credential. Ky është kredenciali i tij. He is confessing publicly that he is the property of another. Ai po rrëfen publikisht se është pronë e dikujt tjetër. I want to pause here for a moment to tell you something. Dua që të ndalojmë këtu për një çast sepse dua t'ju them diçka. James had spent more time with Jesus than most people over 30 years in family life. Jakobi kishte kaluar 30 vitet e fundit më shumë kohë me Jezusin se sa antarët e tjerë të familjes. Wouldn't you think that it would be impressive to the new believers that James would display these credentials? A nuk do të mendonit se do të ishte mbretëlënse për besimtarët e rinj që Jakobi shfaq këtë kredencialitet? People are often impressed by who you know, not what you know. Njerëzit zakonisht impresionohen më shumë me personat që ju njihni sesa me ato që ju dini. And James could have played on this intimate knowledge of Jesus. Dhe Jakobi mund të kishte luajtur me faktin që e njihte personalisht Jezusin. He could have emphasized his family relationship to Jesus and amazed his audience, but he didn't. Ai mund të kishte vënë në dukje marrëdhënien e tij familjare me Jezusin dhe kështu do të kishte mrekulluar gjithë audiencën, por ai nuk e bëri. He introduced himself as James, a bond slave of God and the Lord Jesus Christ. Ai e prezantoi veten si Jakobi, shërbëtori i Perëndisë dhe i Zotit Jezus Krisht. If I was writing this letter and trying to get the attention of my readers who might not know who exactly I was, I would have emphasized my half-brother relationship with Jesus to the fullest. Nëse do ta shkruaja unë këtë letër, në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e lexuesve që mund të mos e dinë se kush jam në të vërtetë, do të kisha vënë në dukje të plot marrëdhënien time me Jezusin si gjysmë vëlla. I would want the readers to know that I am, spiritually speaking, very important person. Do të më pëlqente që lexuesit të dinë se nga ana shpirtërore unë jam një person i rëndësishëm. I wouldn't want anyone to be asking James who. Nuk do të doja që dikush të pyeste, kush është ky Jakobi?
I would have emphasized the family connection for all it's worth. Do të më pëlqente të vija në dukje lidhjet familjare sepse ja vlen. But no, the one who gets the prominence is not James, but the Lord Jesus. Por jo, I vetmi që ka rëndësi është Zoti Jezus dhe jo Jakobi. James gives Jesus the full messianic title, the Lord Jesus Christ. Jakobi I jep Jezusit titullin e plot mesianik, Zoti Jezus Krisht. As if to say, as for me, James, I am a bond slave of him. Si për të thënë, sa për mua, Jakobin, jam shërbëtori I tij. What does that mean? Çfarë do të thotë kjo? The slave has no choice but to obey his master. Shërbëtori nuk ka zgjedhje tjetër përveç se t'i bindet mjeshtrit të tij. Oh yes, that's me, James. Ah po, ky jam unë, Jakobi. The slave only does the will of the master. Sklavi kryen vetëm vullnetin e mjeshtrit. Yes, that's me, James. Po, ky jam unë, Jakobi. The slave must give total submission and control of his life to his master. Sklavi duhet I nënshtrohet plotësisht dhe t'i jap kontrollin e jetës së tij mjeshtrit. And James saying, that's me, James. Dhe Jakobi thot, ky jam unë, Jakobi. The slave must not equivocate or have divided allegiance or mixed loyalty or look out for his own interest. Sklavi nuk duhet të flasë me dy kuptime, të ndaj apo të përzjej besnikërinë apo të mendojë të plotësoj vetëm interesat e tij. Yes, that's me, James, bond slave of the Lord Jesus Christ. Po, ky jam unë, Jakobi, shërbëtor I Zotit Jezus Krisht. The fact that James affirms the divinity of the Lord Jesus Christ is a tremendous thing here. Fakti që Jakobi pranon shenjtërinë e Zotit Jezus Krisht këtu është e mrekullueshme. Think about it. Mendoni për këtë. No one knows your weaknesses and your shortcomings better than a member of your family. Asnjë nuk I njeh më mirë dobësitë dhe mangësitë tuaja se sa një antar I familjes. Yet James recognizes that his half-brother is no other than God incarnate. Dhe Jakobi pranonte se gjysmë vëllai I tij ishte veç se Perëndia I mishëruar. And that is why he goes on verse 2 and 3 and says, "Deem it pure joy, my brethren, whenever you fall into various kinds of trials, knowing that the testing of your faith is producing endurance." Dhe ja pse vazhdon në vargun e dytë dhe të tretë të thotë: Ta konsideroni një gëzim të madh o vëllezër të mi kur ndodheni përballë provash nga më të ndryshmet, duke ditur se sprova e besimit tuaj sjell qëndrueshmëri. Let me ask you a question. Më lejoni t'ju pyes. How do you respond when the hurt is so real to you? Si përgjigjeni kur jeni me të vërtetë të lënduar? How do you respond when the walls close in on you? Si ndiheni kur muret mbyllen mbi ju? James starts his letter by telling us how to respond. Jakobi e nis këtë letër duke na treguar se si të përgjigjemi. For some, his words are bitter medicine and very hard to swallow. Për disa, fjalët e tij janë ilaçe të hidhura, shumë të rënda për t'u gëlltitur. His words run contrary to what we think we really want. Fjalët e tij bien në kundërshtim me atë që mendojmë se duam në të vërtetë. Trials in life for the unbeliever often come to nudge them to turn to God. Sprovat në jetë për jo besimtarin shpesh I shtyjnë dhe I drejtojnë tek Perëndia. For the believer, trials are God's way of helping you to grow up. Për besimtarin, sprovat janë mënyra se si ndihmon Zoti për t'u rritur. I often say that trials don't have to be your undertaker, they can be your teacher. Shpesh them se sprovat nuk kanë pse të jenë sipërmarrësit tuaj. Ato mund të jenë mësim për ju. James said we are to consider it pure joy whenever we fall into various trials. Jakobi thot ta konsiderojmë si gëzim të madh kur ndodhemi në vështirësi. Not if we fall into trials, but whenever we fall into trials. Jo nëse ndodhemi në vështirësi, por kurdo që ndodhemi në vështirësi. How you react to your trials should distinguish between the believers and the unbelievers. Mënyra se si reagoni ndaj vështirësisë dallon besimtari nga jo besimtari. And James is writing to people who are really facing bad times here. Dhe Jakobi I shkrua njerëzve që po përballen me të vërtet me kohë të vështira. And he's saying to them that despite of that, you must count it joy. Dhe u thot se pavarësisht nga kjo, ju duhet ta konsideroni gëzim. What is he suggesting? Çfarë sugjeron ai? Does he mean that I would put on a big smile on my face and show everyone how spiritual I am by holding back tears? A mos është duke thënë se duhet të buzëqesh dhe t'i tregoj çdo kujt se sa shpirtëror jam duke fshehur lotët? Does it mean that I exclaim cheerfully, "Oh, good, now I lost my job"? A mos është duke thënë se duhet të thërras me gëzim, "Oh, sa mirë, tani e humba punën"? Or I had a heart attack and I'm very happy about it? Apo kam kaluar një atak në zemër dhe jam shumë I lumtur për këtë gjë? No. He's not saying that at all. Jo,
Ai nuk po thot as pak kështu. God does not want us to display hypocritical happy face. Perëndia nuk dëshiron të hiqemi si të lumtur, si hipokrit. God does not want us to put on a mask disguising our hurts. Perëndia nuk dëshiron që të vendosim një mask. God is not looking for steel-clad saints who refuse to feel, who deny their sorrows, or who never own up to their struggles. Perëndia nuk po kërkon për shenjtor të ngurtë që refuzojnë të ndjejnë, që mohojnë dhimbjet e tyre ose që nuk zotrojnë kurrë mundimet e tyre. But he is looking for us to reach the point in our walk with him where we can have an unfluttered hearts in the midst of tragedy. Por ai kërkon që të arrijmë në atë pikë në ecjen tonë me Perëndin ku zemrat tona të jenë të forta dhe në mes të tragjedisë. We can have peace in the midst of uncertainty. Ne mund të kemi paqe në mes të pasigurisë. We can have calm assurance in the midst of disaster and loss. Ne mund të kemi siguri qetësuese në mes të tragjedisë dhe humbjes. The joy that James is talking about is not a show of phony bravado or fake happiness, Gëzimi për të cilin flet Jakobi nuk është mburrja apo lumturia e rreme, but rather it is the right attitude of a heart of contentment and honest submission to the Father's plan. por përkundrazi është qëndrimi i duhur i një zemre të përmbajtur dhe një nënshtrim i ndershëm ndaj planit të Atit. In the next broadcast, I want to tell you about the secret code that will unlock the peace of God in the midst of trial. Në programin e ardhshëm dëshiroj t'ju flas për kodin sekret që do të zbuloj paqen e Perëndisë në mes të vështirësisë. And that is why I want to urge you to tune in and listen to the next program because it's very important. Dhe pse lutem që të qëndroni me ne dhe të na ndiqni në programin e ardhshëm. Until next time, I wish you God's richest blessing. Deri atëherë, Zoti ju bekoft. Të dashur miq, programi ynë ka përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Sot Doktor Jusef filloi një seri të re programesh me titull 12 hapat për të rritur. Kjo seri do të mbështetet në letrën e Jakobit. Në programin ton të parë, Doktor Jusef në fillim u ndal në figurën e Jakobit, që ishte vëllai i Jezusit dhe më pas tek çështja e sprovave. Sprovat në jetë shpesh shtyjnë dhe i drejtojnë jo besimtarët tek Perëndia, ndërkohë që për besimtarët janë mënyra se si ndihmon Zoti të rriten. Pam se reagimin ndaj vështirësive i dallon besimtarët nga jo besimtarët. Besimtarit i përballojnë prova duke mbështetur tek Perëndia me gëzim. Ndaj miku im, nëse gjendesh në vështirësi sot, ngri syt nga Zoti dhe merr fuqi për të ecur përpara. Në programin ton të erës së ardhshme, Doktor Jusef do t'ia përgjigjet disa pyetjeve. Pse i lejon Perëndia vuajtjet për besimtarin? A nuk mund t'i ndalojë ai ato? Pse njerëzve të mirë u ndodhin gjëra të këqija? Jam e bindur se programi ynë erës së ardhshme do të jetë po kaq interesant sa edhe i sotmi. Ndaj do t'ju ftoj të na ndiqnit. Dhe në fund t'ju kujtoj se ne mirpresim letra dhe emailët tuaja në adresë të programit ton: Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në adresën info@radiovis7.net. Po kështu ju mund të kërkoni edhe një kopje të librave të Doktor Jusef, Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapat. Me shumë kënaqësi ne do t'u dërgonim një kopje. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshim.